Çka o kjo fushatë e Vjosa Osmanit? Në sytë tu? Në sytë e mirë malë se më interesum fare për fushatën e Vjosa Osmanit, as për fatin e saj personal, besam. E kom pa në këto vizita që po i bën, logjika është që presidentja ende në detyrë, shkoj dhe t'i pyes njerëz që shpojetojnë, për shkak se jo vetëm garantuese e unitetit politik, po zonja Osmani në një farë formë është edhe garantuese një farë kohezioni social në shoqëni. Kjo nuk e bën këtë armal. Në kohën kur kriza ekonomike është u thellu, në kohën kur që shëdim krejt jemi dëshmitar, edhe për shkak të konfliktit atje në lindjen e afërt, çmimet janë rrit, edhe janë ka shkojnë zinxhir, zonja nuk merret me këtë punë. Më këto nuk jom ka e amnistoj qeverin për kontrazi, tash i kthejmë qeverisë, po shkon edhe bën fushat për fatin e saj personal. Në këtë situatë mu nuk më intereson fare cili do të jetë fati personal politik i Vjosa Osmanit, ose mas pakti për i krejt gjana më intereson. Zoja për me tregu e leadershipin e vet, ishtë dash me shku me bisedu me ata njerëz për jetën që ata e bojnë, për krizën që ata e përjetojnë, për problemet me cilat ata ballafaqohen. Jo me shku me provu me bo vota kushtimisht se nëse merret vendimi në favor të shkumjes në zgjedhjeve, zonja apo do ka marrë pjesë në zgjedhje. Punë e madhe që merr pjesë në zgjedhje. Absolutisht soi përket me punë e madhe që merr ose nuk merr Vjosa Osmani pjesë në zgjedhje. Në anën tjetër normal, nuk du me fol më për Vjosa Osmanin, du me fol për një mend për krizën në të cilën gjendemi, edhe për cilën qeveria i ka mbyll syt edhe vesht. Do më thonë asnjë premtim, jo veprim, pas një premtim për të vepruar, nuk e ka dhënë deri tash. Ndërkohë që edhe shtetet të rajonit, edhe të Evropës, nuk po qëndrojnë duar kryes karshi kësaj krize. Del Mimoza Kusari Lila, ministrja jon, edhe thotë se na nuk e kam nërmend as me ul TVSH, as akcizën, as kur gjoje. Çfarë do më bëj më zoj? Diçka do të më bëj. Konstatojnë, thot po, vendi gjendet në krizë, po kriza presim që të zbutet ka fillimi i verës. Këta nuk janë analista, nuk janë asoje që, këta janë vendim mars. Më thonë, kur gjo nuk bojnë? Sikur na që rrim, bile na kom një farë përshtypje që interesohë ma shumë se që është ka ndodhë, se sa këta. Ta vishrin edhe presin. Kur farë veprimi s'kanë marrë dhe i ta shërmal? Mos harrojmë, shtrejtimi i naftës edhe i derivateve të tjera, kam arrit tash, dje sot, për me shtatru transportin, njërë shumë të ndishme, i cili i prek një numër shumë të marrë shëqnisë. E shtrajtimi e transportit na dim që përkthehet mas në zinxhir të produkte tjera bazike për jetesë. Edhe me këtë punë normal nuk ka mirë të kërkosh. Zoja thot po se për me ndru ligjin për TVSH duhet kuvendin, a nuk kemi kuvendin. Okej, çka merr ti? Çka ndërmerr ti si qeveri? Cila është përgjegjësia jote? A je ka mundesh me kontrollu çmimet? Jo, s'po mundesh. A ki inspektora? Ku ki inspektorat nëse ka kështë përdorime? Ku ki inspektorat? I kanë qitë 4-5 inspektorat tregut para Bajramit, me këqyr apo shtrajtohen produktet për Bajram, që shme thonë edhe shkreshin këqyrshin produktet që kanë umaru torte me ta. Besoni, kanë këqyr pudinka, kanë këqyr kakao, kanë këqyr gjona tilla, apo shtrajtohen këto produkte që kanë me përdor njerëz për Bajram.